Është një recetë e improvizuar, më pëlqen siç edhe të krijoj projekte, të krijoj edhe receta. Kjo është shkëputur pikërisht nga projekti çfarë ka mbetur në frigorifer dhe kontrollova dhe gjeta një domate, ishte ngelur e vetme, një karrotë që ishte në gjendje të mirë, 3 kërpudha që më kisha marrë të freskëta, që po gjithmonë kam në shtëpi, kështu që nuk kishte mbetur, është gjendje, dhe pak spinaq, i cili është i preferuari im që është e vërteta. Tani do të them si gatuhet kjo. Do them të vërtetën nuk e di, por mendoj që të vendos pak qepën me domaten, që të zbutet qepa dhe të filloj të zjej, pastaj të shtoj kërpudhat, të shtoj spinaqin, dhe për tjerëza i ketë gjitha sepse ushqimi merr tjetër shije, vaj ulliri pa diskutim, dhe në fund karrotën t'i lë fare në pak ujë dhe të nxjerrë një formë sallate, a nuk e di çfarë do dali, por do t'ju updatoj pasi ta kem mbaruar. Që do dali mirë, kjo nuk ka diskutim se po e bëj unë, por gjithsesi do ta shohim. Unë po në zgatimin, ju them pastaj. Ciao.